unë praktikisht kam lindur në internim me prindër të pamundur për të gjetur një punë normale ose të arsimoshën si duhet, dhe kjo ka shënjuar tek unë jashtëzakonisht shumë. Pra, unë u rrita gjithmonë me pamundësi dhe bërçësi, dhe jam një nga ata njerëz që ja kam dalë vetë, pra kam punuar shumë. Mbaj mend që prindërit e mi kanë shitur të vetëm në pasuri që kishin, një apartament të vogël në Progradec, dhe erdhëm në Tiranë për të shkolluar unë dhe vllai im, për gjimnazion dhe universitetin. Kam përfunduar studimet për gazetari në Universitetin e Tiranës, sot jap mësim aty si pedagog. Kam fituar një bursë nga Shteti Britanik ku studiova për media komunikim në Westminster në Londër, me pasione të shumta ku kohën e lirë kaloja nëpër arkiva, sepse profesioni im i dytë është ai i historianit, dhe nuk kam lënë asnjë orë bosh dhe kam disa laptope plot me dokumenta me qindra mira faqe, që shpresoj të bëj edhe libra të tjerë midis dy librave që kam botuar. Dhe kam punuar fort. Kam parë domethënë i kam besuar vetes. Kam bërë shumë pak pushim Grida gjithmonë. Unë jam njëri që i besoj shumë punës. Madje tani që po shikoja panelin, sepse është Berti në panel. Bertin e kam pasur redaktorin e parë tek Panorama, ku isha rishtas 20 vjeçar. Herë më pedagog dhe më pas redaktor. Dhe Berti është dëshmitar që në një vit e gjysmë që unë punova te Panorama, nuk bëra asnjë ditë pushim. Ska bërë asnjë ditë pushim. Është e vërtetë, thot Berti.